Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush akthara, kush e tepran në trokitin e derës, apo i hapët e derë. Paramendo sa dush me trokit në derën e të gjithë mëshirshmit që ti më qujt e këtë pru. Sa është kjo? Nuk di na se i bjen kjo. Ai që kësar të trokesh, ai gëzohesh, apo? E ta sar duhet të ky me trokit që ta e u bote, po duhet më ta qelësh atë. Shumë është kjo. E na tentojmë për shembull me instalon vetën tonë një virtyt për shembull të devotshmërisë, të bamirësisë, të dhekrit, namazit natës me 3-4 trokitje. Dhe aq sa u qel kaq dhe mjaftojmë me kaq apo. Ekthir min qar albab. Shpeshtoj goditjen e derës. Madje ulemat kanë thonë, Imam Nevawi jam çudit kur e kam lexuar. Dhe mos më gjej ulemat e kanë përmend do të ishte shumë e çuditshme për veten tënd personalisht. Kur kanë folur ulemat për leximin e Kuranit, kur të lezosh Kur'an veti, apo kanë thonë në çështë s'ki mundsi me çajt fatabaka. Bëhu kështu po çon. Po kjo është fallc, u spenikët, bëhu çashtu ti. Trokitë derën edhe me këtë fallc vjen origjinali inshallah. Para mendoje. Imam Nevawi kur përmend te rregullat e leximit të Kuranit, thot ibki çaj për shembull të Kuranit. Po s'un po kaj, tabaka, bëhu kështu po kanë ato. Shterë zonin, drejtë zonin, po kjo fallc është. Ç'është bënia? Kjo është trokitje e derës ato. Para mendo 1000 herë më bukshë po kanë, vallahi nuk i çarë 1100 herë, 1000 nitën pa dal loti. Del. Ti provoj të shtash ti shtyje vetën kështu po bën, del loti. Hiç pa domon njëri me kon vetëm, mos me pas ndonjë zhvendosje ansore, vetëm me kon mi dhon zor me Zot, as mos bëj praktikisht apo, po spaku mi dhon zor me Zot, kështu po kanë, të vjen i farçase që del loti apo. Andaj duhet me shpeshtu, qoftë edhe në kom, falu, 2 vjet, 10 vjet falu, hiç po nik naci, hiç mos nik, veç rrin kom apo. Le të jetë kjo dëshmi që ti të trokit në derë. Ai e din kur e qel derën. Veç a ka mundsi që masi që ta qel derën me ta mshël? Ja afta, nga sa është kerim, ai është bujar, kur e qel derën nuk ta mbyll mo. Mir po don ti më dëshmu se për një më po ke qef me hyj apo. Për një më po të vjen keq që kemet jashtë derës këto apo.